Mirdita, përshëndetje. Java e 33 e kampionatit rezervoi për luftëtarin takimin me Pogradecin, të cilin e fitoi me rezultatin e pastër 3-0. Dy ekipet zbritën në fushë me risi në formacione pasi kishin përmbushur objektivat. De Oliveira e Budo shënuan për luftëtarin në pjesën e parë, pikërisht në minutat e 28 dhe të 33. Në pjesën e dytë, dy trajnerët futën forca të reja në fushë dhe ishte minuta e 66 kur Naigolan Kolanyi vullosi fitoren e Gjirokastritëve me rezultatin 3-0 ndaj liqenorëve. Po, është e vërtet, sot ishim më të qetë, pasi e këshim siguruar që javën që kaloi, e këshim siguruar play-offin, dhe çunave u kam kërkuar gjatë javës që ne ndeshjen kryesore e kemi këtë fundjavë, kemi dhe një 90 minutë, dhe aty them se do dalim fitues, që ta mbajmë Gjirokastrën në kategori të parë. Sot kisha lënë pothuajse pjesën më të madhe të lojtarëve kisha lënë pushim, mbasi ishin një pjesë e lojtarëve kishte një ngarkesë të madhe këto 5-6 javët e fundit, dhe për të shmangur një dëmtim dhe për t'i freskuar më shumë i kam lënë pushim, por nuk është se ne do bëjmë ndryshime të mëdha për ndeshjen e radhës, kështu që do jetë ai 11 që kaluajt këto ndeshjet e kaluara dhe duke zbatuar detyrat që ne do t'i ngarkojmë, themi se do ta kalojmë me sukses ndeshjen. Ne i njohim shumë pak të dija këto ekipet, nuk e dim se kush mund të dalin finale, po nuk ka rëndësi fare për ne se kush do jetë, në fushë asnjë se do jetë, ne do të tregojmë veten tonë dhe kështu që them se do ta kalojmë me sukses të një ndeshje. Kaluam 4 javë dhimbje, që këtu në Gjirokastër kishte pllakosur heshtja. Në momentin që gjithë njerëzit thonin që Gjirokastra ka dalë nga kategoria, ne e kthyem, patëm forcë dhe kurajë u kthyem dhe arritëm këtu. Do me thënë, nuk mund ta lëm që të na iki kjo nga duart për një ndeshje. Të fundjavë luftëtari do të ndeshet me Sopotin, takim i vlefshëm për play-outin. Qereni, ka mundësi luftëtari, Qereni, gol.